Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Herullah. Natyrisht, po jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale, në digitalizim e të ardhmen, të sotmen, por edhe ardhmja mbi të gjitha që prek shumë fusha. Në mesin e tyre është edhe arsimi. Por, kur flasim për arsimin, është se sot po përdoret inteligjenca artificiale në arsim, gjithashtu kjo lidhet pasaj me gjendjen e arsimit në Kosovë dhe zhvillimet që po ndodhen, por po ashtu ka të bëjë edhe me atë që është siguria në shkolla, siguria në nivelin e edukimit të mesëm, të ulët në nivelet e shkollave tona anë kënd Kosovës. Për të diskutuar për këto tema, unë sot jam së bashku me zotin Agon Ahmeti, drejtor ekzekutiv i organizatës ETEA. Agon, mirë se po takojmë. Knasimo, për cilë vazhdimisht. Faleminderit shumë. Ky është një bashkëbisedim, një podcast, jo intervistë klasike, ku po diskutojmë tema natyrshëm, përveç atyre politike që po na predominojnë shpesh në diskursin ton të Kosovës, me fol pak edhe për temat që janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Edukimi, arsimi, inteligjenca artificiale. Unë e di që ETEA ka fushëveprimtarin për cilën do të flasim gjatë këtij diskutimi për shumë tema gjatë viteve të fundit në Kosovë, por që kam la përshtypje Agon ishte një prezantim që keni publiku dhe jeni në fazat e rimodelimit të tij në përgjithësi, ku tregon për përdorimin e inteligjencës artificiale në arsim. Nëse mund pak për fillim me shpërndas informacion për publikun? Po, moment. Realisht, arsimi në Kosovë, sidomos ka shumë probleme dhe shumë progrese në disa aspekte, po megjithatë kohët e fundit kështu ka qenë preokupim joni vazhdimisht çështja e inteligjencës artificiale, cili ka me qenë impakti i saj në sistemin tonë arsimor, i cili fatkeqësisht është një ndër sistemet më të dobta për sa i përket cilësisë në nivel global. Edhe si më thonë, ka qenë tash po besoj kurrështje e secilës është zhvillimi i jashtëzakonshëm i inteligjencës artificiale, po sidomos në kontekstin e sistemit arsimor, me pa çka mundet me ndiku një integrim i tillë në një sistem që megjithatë çalon në shumë aspekte për sa i përket cilësisë. Edhe ka shumë potencial, po krahas kësaj ka shumë edhe rreziqe. E disa prej zonave që kemi nxjerrë së fundmi, pak a shumë edhe validojnë këto. Pse po them kështu është se ta zëm për shembull në disa studime që i kam lexuar që janë bërë në vende të ndryshme në Perëndim, theksohet që sistemet që kanë cilësi të dobët të arsimit kanë potencial, nëse veç fillojnë me përdorë inteligjencën artificiale, kanë potencial me degradu edhe tutje, si më thonë, me u thellu edhe tutje në krizë, për shkak se ka mungesë mendimit kritik edhe kjo pastaj mundet me thellu edhe më tutje këtë çështje. Për shkak të varësisë potenciale që mundet me u kriju si varësi në raport me inteligjencën artificiale nga ana e nxënësve sidomos. Po në anën tjetër, kam pa edhe modele, për shembull, Nigeria ishte një prej modele, po marrim si shembull përmend edhe Dien Takim, që është pak a shumë si model pak paralel për sa i përket zhvillimit, edhe nëse arrihet me u integru në mënyrë kështu formale edhe në mënyrë pedagogjike, me u përgatit kapacitetet, me u përkrah, me u mbështet sistemi arsimor, atëherë ka potencial me të kalu shumë mangësi drejt zhvillimit edhe progresit. Kështu që një prej temave që më ka josh shumë, edhe si mundësi edhe si rrezik, çka më ka bo shumë përshtypje së fundmi ka qenë një publikim i Dataforex, i cili ka qenë një studim në shtetet e Ballkanit Perëndimor, që ndër të tjera ka studiuar dhe çështjen e inteligjencës artificiale dhe detyrat shkollore. Te ky segment ka dalë Kosova Shqipërinë krahas të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor për sa i përket përdorimit të AI për detyra shkollore. Edhe më do kështu informat interesante se me pri krahas Slovenisë, krahas Kroacisë dhe shteteve tjera përreth natyrisht Shqipërisë, me rreziqe që kemi pak më të parafërta, më do shumë interesante dhe vendosëm me dalë teren edhe me po që shërgjendja realisht. Pra, keni piknisje kjo? Po. Okej, dhe pastaj
Përshtypjet paka shumë na dolën ato që i kemi pas, në disa pika edhe më tutje për te ati opinionit përgjithshëm. Për shembull, kom pri që ja 70% e nxënësve kanë me deklaru që janë të e përdorin inteligjencën artificiale, po ka qenë interesante që se kom qenë prezent edhe vetë në për vizita në për shkolla, edhe me qenë si studimi ka analizuar edhe nxënësit të cilët e përdorin dhe ata që nuk e përdorin inteligjencën artificiale për qëllime mësimore, është dashur me i pyet fillimisht a ka nxënës që nuk e kanë përdorur ende për me orientuar pyetësor drejt pyetjeve që janë ndërlidh mandej me arsyet e mospërdorimit. Ka qenë interesante që rrallë ka ndodhur në klasë 2-3 veta maksimumi me zgjuar dorën edhe me thonë që nuk e kanë përdorur ende inteligjencën artificiale. Për këtë statistika, 93.2% e nxënësve deklarojnë se e përdorin vazhdimisht inteligjencën artificiale për qëllime shkollore në nivel të vendit. Edhe njerë të statistika që është shumë e rëndësishme, pse po i potencoj dhe se po kërkoj, statistika ose përqindja, le të themi, e nxënësve të cilët përdorin inteligjencën artificiale sipas raportit tuaj është 93.4% 93.4% e nxënësve të cilët ju i keni pyetur në shkollat publike është fjala. Në shkollat publike, në të 3 nivelet të arsimit, sepse kemi pas target nxënësit e klasëve të nivelit fillor, nivelit mesëm të ulët dhe të nivelit mesëm të lartë. Edhe që i bie prej 10 nxënësve, më shumë se 9 nxënës, dikun 10, dikun 9 është raporti i nxënësve që e përdorin inteligjencën artificiale për qëllime mësimore. Po du më ndalë edhe të pyetjet e detajet që është shumë e rëndësishme, pro ajo padyshim, inteligjenca artificiale është bërë pjesë e përditshme e çdo procesi, na thamë në fillim. Po cila prej platformave tash të inteligjencës artificiale, ChatGPT-n na njohim krejt, është ChatGPT-ja më shumë që përdoret prej nxënësave të Kosovës? Në kuadrët pyetësorit i kemi listu dikun 10-12 platforma më si me thonë, që kemi mendu që praktikohen ose kanë potencial më përdorë më shumë, edhe ChatGPT ka dalë natyrisht si platformë që përdoret më shumë si prej anës së nxënësve, pasohet me Snapchat AI, Google Gemini, edhe të tjera, po çka është interesante që në fund të listës statistikisht dalin platforma që janë të dedikume për shkollë ose për shkencë, si School AI, Perplexity edhe SciSpace. Të me thonë, me gjithatë, nuk po them që ChatGPT nuk e ndihmon shkollën, po nuk është platforme profilizume për shkollim ose për shkencë ose për arsim, si që janë këtu të fundit, që kanë dalë në këtë listë përsa e për këtë renditjes. Kjo është paka shumë situata interesant ka qenë që se kanë pas një opcion tjetër, nëse ka një platformë tjetër që na nuk e kemi listu, edhe shumë shpesh është përmend një platformë Turbo AI. Turbo AI. Turbo AI, po a besën me thonë drejtën. Ja nisa me menu, ja nisa me menu, a është diçka që s'pe di, po më marrë me vetë, a ekziston? Ja, dëgjova që ekziston, se kolegë më ndefi kurreshtë se kam vizitu, po une e kom pas t'i frikë me hi me vizitu, se e kom pas t'i përvojt keq që ma heret me do virusa, edhe më do këtë gjyrë vetë emri Turbo AI, më do këtë gjithë është fort. A ekziston? Po ekziston, si pas kolegë. Nashta vetë amni Turbo. Ishtë shumë që shumë thanë është paka shumë si ChatGPT, po ne ke ma thjesht, ma shpejt, ma qështu ma... Po da shkone me vetë fëmijën e mi për që të Turbo AI-n, po që po më lem për shtypi është, nashta emri për faktin që është Turbo, të mendu fëmija që t'i krym detyra dhe ma shpejt. Edhe ma shpejt se ChatGPT-ja. Interesant, jashtëzakonisht shumë, po kthehemi te fokusi i kësaj këtij diskutimi. Pra, mbi 90% e nxënësave të Kosovës përdorin ChatGPT-n për mi kry detyrat. Ose për punë, për shumë aktivitete. E nëse muj me shpjegu për çfarë? Okej, për çka e përdoren? Po, të lutem, se nështë është pak më mirë, pastaj për publikon. I kemi pyet për cilat lëndë përdorin më shpesh inteligjencën artificiale, përkundër pritshmërive të mia edhe opinionit që ka qenë gjuha shqipe, shkenca shoqërore për shkak se kanë më shumë tekst, po kjo nuk na ka rezultuar, për shembull, ka dalë matematika dhe shkencat natyrore që
dominojnë krahas lëndëve ose fushave për sa i përket përdorimit. Mandej logjikisht tu e reflektu, ka kuptim për shkak se janë lëndë më sfiduese, dhe ndoshta nxënësit kanë më shumë nevojë për mbështetje në këto lëndë se sa në lëndë të tjera. Ndërsa për sa i përket aktiviteteve ose dominojnë kërkimi dhe hulumtimi, zgjidhja e detyrave, siç e potencuat edhe ju, shpjegimi i koncepteve, edhe këtu përkundër pritshmërive, gjenerimi i përmbajtjeve të tekstit nuk është se dominon për sa i përket aktiviteteve. Në fakt është dikun në trit fundit për sa i përket alternativave që nxënësit kanë zgjedhur në kontekstin e përdorimit të platformave të. Pra, qysh edhe shpjegova dhe qysh e pash te shpjegimi ju që dje bënët, domethënë nxënës kanë raportuar që inteligjenca artificiale ndihmon ata me kry detyrat më shpejt, kuptojnë konceptet sakt dhe më lehtë dhe të përgatiten për teste e projekte. Gjithashtu keni thonë se shumica e nxënësve e vlerësojnë se inteligjenca artificiale kontribuon pozitivisht në zhvillimin e kompetencave të përcaktuara te ta, domethënë e shohin se diçka kompetencave kurikulare. Kurikulare, po absolutisht. Jemi mundu me bu ndërlidhjen me si me thonë, jemi pas parasysh që kjo i ka edhe rreziqet edhe benefitet e veta, jemi mundu të dy segmentet me analizu dhe me studiu. Edhe kemi marrë, kurikula i ka 6 kompetenca bazë, korniza kurikulare e Kosovës, që synon me arrit gjatë shkollimit nxënësi, edhe kemi bu pyetje që ndërlidhen nëse i ndihmojnë këtu kompetenca ose jo për të paktën që vlerësojnë nxënësit, arritshmërinë e tyre përmes përdorimit të platformave të AI-t. Edhe na kanë rezultuar prej 65 deri në 76% të nxënësve që kryesisht janë shpreh pozitivisht në ato pyetje që ndërlidhen pastaj me kompetencat. Për shembull, kompetencën e komunikimit dhe shprehurit, nxënësit kanë vlerësuar se i ndihmon më u shpreh më qartë, më saktë përdorimin e inteligjencës artificiale. Kompetenca e të menduarit ata konsiderojnë se i ndihmon në kreativitet, mendim kritik e kështu me radhë. Pra i ndihmon edhe në mendim kritik, që është shumë e rëndësishme kjo. Tani, se ky është vlerësimi i nxënësave. Natyrisht, unë këtë aspekt e shoh kështu me goxha rezervë për disa arsye. Arsyeja e parë që na ka dalë se identifikimi i problemit më të madh është mungesa e një kornize regulative. Po, sepse këtu pas pjesës parë të diskutimit raportit, kena me fol edhe sfidat edhe çka janë rekomandimet. Po shkojmë kështu me një par qartësimi. Çka po du mund dal edhe te pjesa e dhënave të para. Domethënë kjo bën në nivel Kosove, a ka numër që mund me diskutu? 1551 nxënës janë përfshirë në pyetësor, në studim, që është mostër që është jashtëzakonisht e lartë edhe shkencërisht në aspektin metodologjik e kategorizon si besueshmëri 95%. Edhe margjina e gabimit është më pak se 2.5%. Domethënë janë dhëna të cilat na flasin kështu në mënyrë goxha objektive. Pra nuk kemi të folë veç për Prishtinë, jemi të folë për 2 rajone gjeografike që kemi marrë me karakteristika goxha të ndryshme në mënyrë që me synu atë reprezentimin nacional, domethënë është rajoni i Prishtinës dhe rajoni i Mitrovicës. Në të 2 rajonet janë përfshirë nga 3 komuna. Në Prishtinë, komuna e Prishtinës, Podujevës dhe Obiliqit, ndërsa në Mitrovicë, komuna e Mitrovicës, Vushtrisë dhe Skenderajt. Janë vizitu 47 shkolla gjithsej, për gjatë gati 3 muajve punë në teren, edhe si që thash janë përfshirë 1550 nxënës saktësisht prej të 3 niveleve të arsimit. Qëllimisht po ta nevojshëm për publikun me shpjegu, domethënë se kur po flasim për një mosër edhe dhëna, kemi dhëna statistikore të cilat ju i keni marrë dhe keni dalë. Ky realisht të paktën me dinin tam është studimi i parë, raporti i parë kaq i gjerë. Unë e di që ka pas raporti kryesisht për studentëve ose prej më të vogla, po në shtrirje ka gjerë territoriale dhe me dhëna me respondent ka shumë është raporti i parë që vjen për sa i përket kësaj teme edhe për bën një referencë goxha të besueshme sidomos për politikë përsi. Absolutisht, do unë mendoj tash këtu është top tema, sepse nga kurreshtja që unë kisha me kolegën tem Vanon Canhasi, i cili ka qenë pjesë e këtij diskutimi,
kurreshtja, për shkak që fëmijët e moshave të ndryshme i kemi, pastaj çfarë po ndodh me inteligjencën artificiale në aspektin e përditshmërisë tonë, domethënë në media, në shoqëni, në përgjithësi, është një temë jashtëzakonisht shumë e interesante që duhet të diskutohet dhe është tash pas qëllimisht te pjesa e parë na diskutuam dhënat, raportin, gjetjet dhe vjen ajo pjesa e dytë tash te shpjegimi, te diskutimi është ku jemi na, ku është Kosova në këtë relacion. E qartë, ka diskutim rreziqet që vijnë nga inteligjenca artificiale, sidomos te fëmijët, ajo që është edhe dhunë online, sot në kohën e dezinformimeve, dhënia e informatave në kohë reale, të gjitha këto që mund të kenë pasoja, fëmijët ashtu kështu po rrinë online shumë në lojra e në të gjitha mjetet tjera të komunikimit, por pasaj është edhe shteti, ku janë institucionet tona që i bie, ministria përkatëse këtë rast, drejtoritë e arsimit që janë shumë të rëndësishme, se shumë kush po thot po na dembelavën shoqënia, fëmijët, po unë mendoj që në çdo profesion ai e siguron vendin e punës ose ajo që e din ma mirë inteligjencën artificiale. Pra, inteligjenca artificiale sa hu punën, nuk bën dembel, po ty t'jap ti shfrytëzoj atë mirat. Mendoj që ashtu. Në këtë aspekt. Është kjo që po edhe unë besoj në që drejtim. Domethënë njerëzit që e njohin më mirë, ja i din me përdor më mirë për nevojat veta, është si potencial më të madh për me marrë një vend punë dhe për me siguru një vend punë që e synojnë. Sa i përket çështjes së institucioneve, tash, për shembull Kosova në vitin 2022 e ka fut në fuqi strategjinë e arsimit për 5 vite, që prek deri në vitin 2026, deri në fund të viti. Edhe në vitin po në atë vit pak a shumë me njerë pas si me thonë pas vendimit për me fillu me atë strategji, platformat e inteligjencës artificiale që fillu kështu me u bë të qasshme për publikin, për masën. E mirë kuptoj që në vitin 2022 dhe 2023, hajde në ashtë 2024 nuk ka pas ndonjë iniciativë për institucioneve për me pa se si është situata dhe a duhet me hy, me u trajtu në objektive strategjike që ndërdidhet me digitalizimin e shkollave, po nuk ka pas një hap të tillë, edhe fatkeqësisht po vim në fund të 5 vjeçarit, në vitin 2026 nuk ka pas asnjëherë, sepse në fund ditës strategjia është një dokument i gjallë dhe vit për vit rekomandohet rishikimi. Absolutisht. Në takimin e djeshëm patëm edhe përfaqësues nga Ministria e Arsimit, edhe staf civil edhe politik, edhe pam që ende nuk ka një gatishmëri për kundër vetëdijësimit ose ndërgjegjësimit lidhur me temën, edhe ata vetë, sidomos mas publikimit të rezultateve, nuk ka diçka konkrete për sa i përket hartimit të një kornize e cila i ndihmon fillimisht institucionet shkollore, se një mësimdhënës në klasë nuk din ç'është më adresu një problem të tillë në fund ditës nëse po e vërtet. Edhe përdor ChatGPT-n për shembull, ose i bën këtë detyrat e vyet, ose çka kam i thënë. Vërtet kjo është diskutim që duhet me është një sfidë për shembull. Një diskutim se patëm edhe mësimdhënës. Domethënë ka raste kur mësimdhënësit nuk, edhe pse ndoshta dyshojnë edhe janë sigurt që është përdorur një platformë AI, e kalojnë tutje sepse nuk kanë, si me thonë, nuk kanë një dokument i cili i uzon edhe si bazament për me adresu një problem të tillë. Pra, pyetja është pastaj legjitime, so jemi na të gatshëm me u ballafaqu me një realitet, se kjo është realitet tashmë që s'e ndal më, domethënë ata në telefona, në internet, këtu s'ka diskutim. Kjo temë u kry, absolutisht me shumë të drejtë. Edhe qysh në fillim 2022 nas mos me menu për këtë temë, se fatkeqësisht na alon menojmë kështu. Unë mendoj që për shembull Kosova e ka bënë një gabim që është me teknologjinë. Gabimi ka qenë vitin 2010, sidomos kur mur havi interneti, shtypja rrjetit e kështu me radhë. Edhe sistemi arsimor në një farforme, mendoj për 2 arsye kryesore, e përjashtoi teknologjinë si mjet pune për shkollës. Nuk e pa si mundësi si instrument pune, si mundësi që nxënësi me arrit më lehtë një studim, me arrit më lehtë një literaturë, me arrit më lehtë një hulumtim, me përdor si mjet pune kështu me radhë, por e përjashtoi. E para është për shkak se politika nuk e pa të arsyeshme me investu në arsim, me digitalizu shkollat, me pajis shkollat me teknologji.
të arsyeshme. Nuk e di a kanë pa të arsyeshme, po se kanë bo, kjo është fakt. Dhe dyta është mosha e shtyre mësimdhënësve që megjithatë nuk ka rritën me u përditësu me. Dhe ki shumë të drejtë, sepse vesh për publikun, çka për shembull një arsimtar po flas kohën pas luftës, vitin 2030 vjet, Po. sot 26 vjet mas është në kohën kur kadal po shkojnë drejt pensionimit. Unë për marr një shembull për me shpjegu. 30% e mësimdhënësve janë afër pensionimit. Mbi moshën 55 vjeçare. Dhe mos flasim këtu pastaj për zonat pak më rurale, pak më të gjitha të cilat janë nuk po flas për me paragjykim, po flas për aspektin e mundësive që i kanë edhe brenda shkollave, se ka shkolla që janë më të avancuara në kuptim për shembull Prishtinë, është më lehtë, unë shpesh e them. Prishtina nuk duhet të jetë shembull për nivelin nacional, sepse si del fushë Kosovë, Obiliqi tutje është mundet me qenë një realitet tjetër, socio-ekonomik, edhe ku ta dijon. Ashtu është. Në kontekstin e shkollave bile edhe brenda Prishtinës ka si dallime, është interesante. Gjatë shtyjnë vizitave që i patëm për studime për këtë dhe disa tema tjera që i kemi trajtu, për shembull, po e citojnë mësimdhënës të shkollës Iliria. Thot, motra më punën në shkollën Xhamaj Mustafa. Okej. Edhe kur po ja shoh kanjher do fotografi që piqet me nxënësa, po ja bëj oj motra jam ti si me kanë në shtet tjetër. Apo kupton? Para mendo, vetëm shkolla me shkollë dallimi. Po, shkolla me shkollë që dy lagje. Po, dy lagje të ndryshme, e vërtet. Bregu i Diellit, Dardania. Pse kjo? Për shkak se në shkollën Xhamaj Mustafa ka filluar mësimi tërditor, një. Si rrjedhoi mësimi tërditor, komuna ka vendosur me investu, është pajis me smartboarda, me kanë qesh me tujit në klas, kanë printera, kanë banka kështu multifunksionale që mundesh ta me i përdor për aktivitete, rafte për libra, për gjana tjera për nxënësit, edhe kemi shkollën Liria që është e njëjti objekt ose e njëjta strukturë ku ne ti kemi qenë në shkollë. Ose e njëjti institucion të njëjtën drejtori të Prishtinës, për shembull. Sakt. E tash në këtë kontekst, me dalë jashtë Prishtinës, fatkeqësisht situata bëhet edhe më ma përpa. Sidomos po flas këtu me çoçel kjo temë për paralelet e ndara. E di, sakt, janë në përshatra. Ato janë objektet braktisuna prej administratës. Drejtori pra nuk kam bikëshyre, nuk po. Në objektin AM, ai muna me thonë mesatarisht 2 herë në vjet të viziton atë objekt. Edhe unë personalisht kështu prej observimit po flas, na shtat lloj pak radikal, po mendoj se çato shkolla, çka shkojnë për te, mësimit shkronjave, edhe tabelës shumëzimit, veç dëm i bojnë fëmijëve. Mi klasën e 5 atë shkolla janë të tëmshme. Sepse s'kan përkraje, s'kan mbështetje, s'kan pajisje, s'kan strukturë hierarkike të stafit, punës e kështu me radhë. Me thonë është, adin, ka shumë problem, edhe janë në zbrazje si për ka 5 nxënës në klasë, 3-4 nxënës në klasë. Absolutisht, dhe problem i madh. Ki drejt për me përmbyll këtë temën e parë, pastaj sepse Eteja punon edhe me çështje tjera, me gjithashtu edhe me tema, për shembull një raport që më kanë shumë përshtypje është siguria në shkollë që po duam pastaj me diskutu. Tema e parë, inteligjenca dhe shkollat dhe arsimi. E tregum gjendjen dhe të dhënat. Veç edhe pak, pa e kalu këtë temë si s'folëm pak për aspektet ose potencialet negative që më fëmi. Sakt, e këtu doshta, te aspektet negative dhe rekomandimet, pro tek kjo. Nëse institucionet nuk e marrin seriozisht që temë, edhe vazhdojnë me lanë që shto një katrahull, kështu pa udhëzim, të paktën një doracak bremin zero, s'po them, hajde, procedura, birokracia, ligje, është me rregullu. Pe marëm, po i mshelëm sytë dhe po thojna mirë, s'muri me bo shpejt, një doracak në me nxerë, ka gatishmëri. Doracak për përdorimin e inteligjencës artificiale në shkolla, për shembull, ose e përgjithshme, etike e përdorimit të inteligjencës artificiale. Kjo është diskutim për me parandalu thellimin e qasaj mungesës të mendimit kritik, sepse një e dhonë shumë interesante që na ka dalë është që mbi 80% e nxënësve sot në Kosovë raportojnë, këto asgjë se kemi diskutuar se si me fokusu në këtë pjesë, raportojnë se e kanë të vështirë me imagjinu me i bo detyrat e shtëpisë pa inteligjencë artificiale. Domethënë 80% e nxënësve as që nuk duan me menu që mi bo detyrat me imagjinu mi bo detyrat pa inteligjencë artificiale. Pa inteligjencë. E tash ai nuk ka kurfar udhëzimi se cila është mënyra e duhur
për me përdor inteligjencën artificiale gjatë detyrave, që ti mund është. Ose për të kësoj, nuk e din as arsimtari, as rëmtari, as çfarë udhëzimi, çka më ju thon aty ne. Që është edhe maket. Se s'di çam ju thon, me përdor, pse me përdor? Mos me përdor, ai qysh mos me përdor, që ai me njerë përdor. Po, na e kemi pyet për shembull, i kemi pyet a e përdorni AI-n edhe nëse mësimdhënësi ju thot mos me e përdor. Po? Thonë 9.8% thonë po e përdor. Nuk është më diskutim a me përdor a mos me përdor. Na duhet më orientu cila është mënyra e duhur, sikur shtetet perëndimore. Ose me po modele. Po. Për shembull, një model i mirë, një shembull i mirë që nuk i ka prit institucionet qeverisë është Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Është ul stafi akademik, e ka hartu një udhëzim, i ka marrë modelet në për vende tjera, e ka legjitimu përdorimin e inteligjencës artificiale. Pra, e ka diçka që mundet më marrë. Është një dokument edhe studentat sot e kanë një udhëzim se cila është mënyra e duhur për me përdorë inteligjencën artificiale për punime, për studime, për punime diplomës, për seminarike, kështu me radhë. Çka ka bota në zhvillim e sipër, nuk po shpikëm diçka. Mirë është edhe me shpik në herë, se edhe jo, s'ka diskutim, po. Po du me thonë që është e mundur me bo hap atil se fatkeqësisht politika po ka dalë edhe me indiferencë ndaj një sektori që për mendimin tam është domino efekt. Nuk mujna me prish zhvillim në asnjë fushë tjetër. Nëse të paktën nuk e kena një sistem arsimor bimesatare për sa i përket cilësisë. Edhe sidomos tash nuk po se normal jemi të fol për arsimin, po mos harrojmë sheti testin PISA vitet e fundit ku vazhdon me met Kosova, domethënë ajo që është shpeshherë unë e them ku kanë dështuar nxënësat të Kosovës është lexoje kur ja ka kthy, ka thonë thuje çka ke lexu. Domethënë që tu ka qenë dështimi kryesor të na. Është analfabeti funksional, se ju pengon njerëzve kur po thon ka njerë analfabet funksional. Ai nuk din me përdor ose ajo me përdor një tekst të thjesht, me kuptu, me interpretu, edhe me apliku për dishmëri. Dhe kjo është mendim kritik pasaj, gjithashtu. Tash këto kur e nisëm me diskutuar që po kam frikë që nëse nuk e adresojmë që inteligjencë artificiale, që të fuqi, që të potencial, atëherë kam frikë që çdo probleme veç kena me i digitalizu. Kush s'kena me bëu tjetër? Nëse na nuk nalemi me bo një udhëzim, me mbështet mësimdhënësit, me trajnu mësimdhënësit për përdorimin e AI-t, edhe me pas një mënyrë që mujna me i te kalu disa ose mos po na bot vonë pastaj, sepse kur po thon vonë, domethënë çaq shpejt po jesin gjërat sot në inteligjencë artificiale me platforma me zhvillime, që sot po e marr shembull të medias, po më fol për çështje tjera, po sot e kitë inkorporuar në video produksion, në foto, në tekste, në të gjitha aspektet, pra edhe kjo është domosdoshme edhe në aspektin edukativ, pra në shkolla, sepse unë i shohim na fëmijët vet, ata me njerë në ChatGPT edhe i kryen detyrat ose e vet ose merr shpjegim ose ku ta dijone. Po bëjmë natë mëdhajt. Po normal. E s'pe bojnë fëmijët. Është me bo. Pse mos me bo? E nevojshme. Është nevojshme. Edhe pse mos me avancu vetën tonë. Saktësisht. Aty, se ajo është mbi gjitha në shumë aspekte më e ditur, më shumë me njohuri, edhe më shumë me potencial për me t'jap informata të pasakta. E çka mund të jenë rreziqet? Akademia e Shkenca ka botu libër. Edhe autori i librit e ka citu një autor tjetër për një libër që nuk ekziston. Ai autori tjetër ka autori i librit ka citu një autor një libri që s'ekziston. Të në Kosovë? Po është rasti arsim Bajramit edhe i vetënsurojt. Është publike një artikull. Mos na sjell tema tjera se kjo është kallzon, që kjo është jo zimen. Po e sakt. E ku në Akademinë e Shkencave? Ta e po presim shkollën. Çka janë rreziqet nga kësaj që mund me u diskutu? Pra na i përmendëm disa, domethënë konteksti negativ, mos dhënia informatës e sakt. Këto na pedim, po çka mund të jenë të dëmshme ose të rrezikshme për fëmijët, për shembull, nëse s'ka, e tham, udhëzime administrative, deri ku mund të përdoret, deri në çfarë mase mund të përdoret, cilat platforma mund të përdoren. Sakt, edhe mësimdhënësit duhet me u trajnu për ndryshe. Domethënë edhe mësimdhënësit duhet natyrë. Po, sepse ti megjithatë dokumenti nuk e përfundon, nuk e zgjidh problemin. Sepse dokumenti shpesh nuk lexohet. Ideja është çat dokument me marrë dhe me bo të
praktikshëm, të aplikueshëm prej anës mësimdhënësit. Nxënësit kanë nevojë për përkraje pedagogjike. Me ia thjeshtëzu gjanat edhe me i bë me kuptu se cilat janë mënyrat e duhura, me ia modelu, me pa një nxënës se qysh mësimdhënësi po përdor për të mirë inteligjencën artificiale. Sepse për shembull prap po kthejna të shtu vizitat në shkolla, kom qenë me një shkollë në një fshat të Prishtinës, e cila është me mësim tërditor, edhe me është e pajisur me smartboarda, edhe gjatë vizitës u bona kur është e pash ChatGPT që i shkon njëra prej faqeve të vizitume, edhe thash hajtë shoh historikun për çka u përdoret, edhe e pash aty historikun e përdorimit. Për shembull një esej për familjen, edhe kina me qysh cili ka qenë prompti ose komunikimi, prompti është esej për familjen, do me thonë as shkruaje një esej për familjen, po është veç esej për familjen, edhe ai 2-3 paragrafa, tutje edhe një tjetër, edhe një tjetër, edhe në fund 5 thënie për familjen, për veç, Po jo, kjo tregon. Ki smartboard në klasë, ki ChatGPT, paramenos çfarë asetesh ki. Agon kjo tregon diçka tjetër. E keshmja e jonë është ironike. Është ironike, domethënë sepse tash na jena tu thon, mundësitë janë, zhvillimet janë, platformat janë, prandaj tash po kthejm pak në kështu më hard. Pra, mendoj që nëse se marrëm seriozisht sot, vjen dikush që e merr seriozisht edhe avancon edhe zhvillon. Por ku po metet shteti, kur po them shteti, ajo aspekti institucional, sepse na në vazhdimsi kemi fol për avancimin e arsimit në Kosovë, në vazhdimsi kemi fol për nivelin e trajnimeve, edukimeve që nevojshme. Po inteligjenca artificiale kur e diskuton edhe me programerët edhe me njerëzit që janë në IT, më të mirë thotë na ka kthyr pikën 0. Pra, domethënë çdo sene ka qitë për toke, sepse ka nis nga nuk, çu më thon, e ka sistemi është formë success, domethënë u prish sistemi na ka shti edhe një herë. E ke kryer 2 fakultete, tash po dush me nis me kryer edhe një fakultet tjetër 3. Aden çitos po dijajnë ato këto. Për sa i përket edukimit, inteligjenca artificiale është çaj ideali i Aristotelit, mësimi personalizuar. Ku njeri ka nevojë, ka prirjet e veta që ndallojnë prej tjetrit, i ka kapacitetet e veta që dallojnë prej tjetrit, e sot inteligjenca artificiale mundet me ta ofru çat tutorin personal. Mas 2-3 vjete kina anë që të pikë në qëtë mundësi. Sa dina me shfryzu na, të paktën si shtetet tjera, si Finlanda, Gjermania, që kanë fillu me i pas tutorët për nxënësit e vetë. Absolutisht. Po, keq me thona, vetëm nashta edhe s'do të me lypë ato. Na veç me mujt me lypë, s'do me ditë me ndërtu një pranë të mirë, me pas një zim të mirë. A menon që ka gatishmëri, se po donë të rekomandimet e që kjo temë, se nuk ka gatishmëri. A ka gatishmëri për arsim, his s'ka gatishmëri për politikës. Po më falë që po drejtona. Jo, s'ka, unë po mendoj që ç'do po du me thonë. Unë pasarona kur pas mas fushate, isha aty debat për. Jo se let është mi u bë na rrafsh. Agon, let është mi u bë rrafsh, unë s'po du mi u bë rrafsh. Domethënë na duhet me tregu, edhe unë mendoj që zonat si zonat e shoqërisë civile, zonat që njerëzit që mirën me aktivitete, na duhet me thonë të vërtetën, e vërteta them, kritika konstruktive, ndaqin le ta pranojnë, ndaqin mos ta pranojnë, ama secili edhe kushdo pa dallim, por do të thuan, edhe unë mendoj që është e shëndetshme për shoqërinë kritika konstruktive. Domethënë nëse këta janë të gatshëm me bashkëpunu për çështjen e arsimit, është problem për Kosovën, është problem për arsimin e Kosovës, është problem për të ardhmen e gjeneratave tona, se këta fëmijë kanë me kanë e ardhmja e Kosovës pasaj. Sakt. Adin qysh, masi kem të digitalizimi, për shembull, kur ka hyrë në fuqi kjo strategjia, plani strategjik i arsimit, e ka objektiv strategjik e digitalizimin, edhe ka pas një lim buxhetore 6 milion euro në baza vjetore për 5 vite me u investu në digitalizim të shkollave. Për vitin e fundit nuk e di. Po për 3 vitet e paraprake, as një cent nuk u shpenzu për qeverisë Kosovës për digitalizim të arsimit. Edhe pse ka pas linjën buxhet. Po më shumë, kjo tregon shumë, pastaj për nivelin përgjithësi nëse po flasim. Ku është kur po më thojnë arsimi prioritet? Çfarë prioriteti? Jo më ti sot ki problem Prishtinë, ki problem që shkollat do të më shku prend organizohen, shkollat publike, mi ndru perdet mi ndru perdet e klasave. Sa që u bë së fundi, shkollat publike në Prishtinë, që
shkollat ndër më të mirat në Prishtinë, i ka marrë në zonat e vet, i ka çuar në shkollë private për shkak se s'ka pas kompjutera, 20 kompjutera për me Tash paramendo çfarë tarme jemi tu fol digjitalen në 2026, tonë, atë çfarë ndryshime mund me ndodh. Po na shkon koha shpejt, jashtëzakonisht i kemi edhe 10 minutat e fundit. Një temë jashtëzakonisht shumë e mirë për cilën diskutuam edhe kemi me pas mundësi në të ardhmen sepse është pjesë e përditshmërisë tonë. Po organizata e tija merret me shërbimtari pak më gjatë përveç kësaj, domethënë jeni gjatë, e di, më kujtohet para, nëse s'gaboj, ose para pandemisë ose mas, vendosja disa bibliotekave në Prishtinë, një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, të paktën edhe kur gjë në aspektin e imazhit dhe vëmendjes kolektive që fëmijët ka të kalojnë me pa një bibliotekë, aty me do libra dhe më po, edhe për të rritën. Kish kuptim ekziston, apo njerëzit kur të kryejnë shkollën mendojnë se s'ka libra. S'duhet me lexu më. E kryta shkollën, s'ka librat me një fjalë. Edhe sfundi keni publikuar edhe një raport për sigurinë në shkolla. Tash, po nisim ato të fundit, ç'a ndodhi me ato biblioteka, se shumë 15 pikë dyqysh si mi hangën ato më na pengu. Po, kemi hangër hekën. Pa më dyqysh. E teja e ka një prej programeve e ka kulturën e shkallësitë e leximit, pikërisht edhe për shkak të testit PISA që na nxjerr keq në lexim, edhe ka pas, kemi me studime e marrë që prej fillimit e kemi pas studime edhe për sa lexohet në Kosovë, edhe prej trive, edhe prej fëmijëve, edhe kështu me radhë, dhe për shembull një shkencërisht thuhet që nëse fëmiu sidomos, po edhe i rriturin, nëse ekspozohet ndaj librit, ka potencial me kriju shprehje leximit më të madhe se ajo që nuk ekspozohet. Edhe ku ma mirë se sa me vendos dhe mini biblioteka në për lagje, ku ekspozohet libri, ku njerëzit mund qatë kohë që e kalojnë lagje me marrë një libër, me lexu, me kthy, ose edhe me shkëmby se ka qenë ideja merr një libër së një tjetër. Po ta po shumë fotot na kemi publikuar në Telegraf. Çkatrimi tyre, thymjes. Po, tani na filloi, ka qenë interesante se në fakt na me ekipin edhe me bashkëpunëtorët patëm, si me thonë, kemi pas brengë që kanë me shumë shpejt pa libra, por arritëm një marrëveshje me disa shtëpi botuese, sidomos me Dugagjinin atko, që me mënyrë periodike me pasuru, me furnizu këtu me një biblioteka me libra që mos me lanë të zbrasta. Po asisi nuk i kena mendu që objekti, ajo struktura metalike, qëllimisht metalike, ka me se kuptojsh ajo, e kordiqysh. Po, i patëm target në fasë. Ani qa, a bedin ato që na i qojna për hekër ati mishit, aden, i shola s'ka orë puna që shto. Ka pas edhe, ose mandej kur si me thonë, kur ato veç filloj me dështu projekti, ka pas edhe raste, ose për shembull, se në pjesën e poshtë në kanë të kërkëshilë të vogla ose të jastëk. Më kujtohet se unë çdo ditë udhtoj për këtu për Bregdillit, është Ismail Qemali kanë një ofër aty. Ani ka rruga Muharrem Feza edhe mandej patën qek ato, edhe i lejshin këtu skarat, shtalba si shesin qytet, merren ato nga librat, janë nisën me kry do punë tjera edhe për shtalba. Ato një është si artefakt. Është një në Tokbashse për shkak se një pronari një kafeterie të vogël aty, pa të kërku me marrë përsipër mirëmbajtjen, edhe kur e pamë që po dështon, se ajo ideja ka qenë, si me thonë, mos me qenë private, po me qenë komunitetit. Se komunitetit pa të kontribu. E di, po ta përcjell projektin, jashtëzakonisht. Pra, beden, u kanë se ideja që me bu një bashkëpronësi, ku adin njerëzit kontribujnë edhe e shohin si të vetën. Po mandej pam që po dështon, nuk dakordum me atë zotniun, edhe ajo se dështë ende vetmja nga 12 që ka bje. Se mandej i largum, se ajo murë këndër efekt. Ka qenë te parku heroinat, dhe pa isha për shemë publike delegacioni jashtëm dhe i qeke politika me vizitu atë heroinat me po. Edhe aty një objekti mini bibliotek e cila ishte thyme, dëmtume, shkatrume, adhe një marrë i keq. Po, absolutisht. Veç bibliotek jo. Veç bibliotek jo, po shpresoj që aktivitetit tilla të kemi në ndërgjegjësim pak më të madh publik. Pak edhe te vetë, ja se nashta është me pas një siguri, një nivel, nashta më pak mi bohe me kriju
një nivel sigurisë pak më të mirë, po Gjithmonë diçka që besoj që në një të ardhmen ta Po. mundet më përsëritë edhe me qenë Te fundit te raporti që më kalon gjithashtu shumë përshtypje është te siguria në shkolla. Kemi pas shumë viteve të fundit ka raportime të ndryshme në Kosovë, edhe sa i përket aspektet që ka të bëjnë me përdorimin e mjeteve, le të themi, të mprehta në shkollë. Tash jemi në kohën e drogave të ndryshme, problemeve. Kemi pas një rast në Prishtinë, kujtohet një rast një rrahjes në nxënësit me arsimtarin. Po nëse nalëm te gjetrat kryesore, çka ka tregu raporti juaj, Alban? Atë qysh, na megjithatë sa do që mundna me folë për digitalizim, për cilësi në shkollë, për çka do tjetër, çdo zhvillim të mirë, pa e pas që të bazament, që të siguri, një ambient miqësor kur fëmia njihet komod me kalu kohën e vet, nuk mundna me prit diçka tjetër. Si me thonë, është parakusht i cilësisë në arsim siguria në shkolla. Kështu që së fundmi kemi analizuar, ka pas raporte Absolutisht, po. Organizatave tjera, po rishtazi ky është i fundit. Interesante për mua ka qenë që të paktën perceptimi i nxënësve, se edhe këtu është vlerësuar vetëm perceptimi i nxënësve, që shkollat në Kosovë megjithatë konsiderohen relativisht të sigurta. Okej. Qa do të thotë kjo? Për shembull, indeksi i sigurisë që i merr për bazë disa tregues, ajo e përgjithshme, mesatarja e përgjithshme, nga 100 pikë ka marrë 68.8 pikë prej anës së nxënësve siguria në shkolla. Kjo e vëte që ajo farë niveli relativisht i sigurt. Natyrisht jemi mangu 30 pikë, zor me u arrit në që atë nuk synohet, po të paktën me mujtë në 10 që mu përafru, ka shumë punë për më punë këtë drejtim. E qartë. Tashtë, kjo i ka marrë disa tregus. Për shembull, kemi marrë tregusin e dhunës mes nxënësve. Okej. Dhunës nga ana e mësimdhënësve, ndaj nxënësve, që i nërit të sigurt, ngacmimet seksuale kështu me radhë. Edhe tash se mdejohet, po tregoj se në prej tyre shkurtimisht. Për shembull, kemi një situatë ku çdo në shkollën time ka shpesh dhunë fizike ose psikologjike mes nxënësve, që kjo ka qenë treguesi që ka dalë më shqetësues për anës së nxënësve. Mes nxënësve dhe veç mes nxënësve. Po, dhuna krahasuar me për shembull të gjitha tregues tjerë. Okej, kjo ka qenë top dominant për anës së nxënësve si shqetësim kryesor. Edhe këtu del për shembull si sfida kryesore ku çdo i katërt i nxënës përjeton dhunë nga bashkëmoshatarët ose është dëshmitar i dhunës, qoftë asaj fizike, psiqike ose verbale. Kjo ka qenë gjetja kryesore. Pastaj është interesante për me pa për shembull mes grup moshave, klasë të 9 ose shkë niveli mes e me ullë, para se me pa ose më i cënushmi, raporton më shumë të për shkak që nata rritjes së moshave, kalimi prej një cikli në një cikël tjetër, që kjo është adoleshenca e hershme, një farë destabiliteti i organizmit, e vërtet. Edhe i identitetit, edhe duke që këta janë pak më të ndjeshëm krahasu me nivelin fillore, nivelin e mesëm të lartë. Përsa i përket dhunës prej anës së mësimdhënësve ndaj nxënësve, çdo i 10 nxënës ka raportuar që përjeton ose është dëshmitar i dhunës, më shumë psiqike besoj, për shkak se dhuna fizike megjithatë ka një progres në këtë aspekt, por alo vazhdon që ajo degradimi i personalitetit, ofendime, demotivimi, nxënësve, do të thonë kena probleme në gjuhë. Edhe po këtu kanë ndikim shumë të madh madje psiqikën e sidomos një fëmijë që është në ndërtimin e botkuptimeve kështu me radhë. Ngacmimet seksuale po ashtu kanë qenë problem. Çdo i 8 nxënës raporton ngacmime seksuale. Interesante është që nuk kemi dallime gjinore. Kanë raportuar njëjtë. Mendoj që kjo është një temë që duhet të përkushtojmë pak më shumë edhe në mediat hapësinë, edhe diskutojmë edhe në shoqëni. Po kom qef me inteligjencë, po përfundojmë, jemi te pjesa e fundit për shkak minutazhës edhe në radio televizionin Dugaxhinin, me mesazhin e fundit që ai përket inteligjencës artificiale. Ta përdorim më shumë së bashku, duke pas një farë lloj kontrolle, Absolutisht. Kontrolla, udhëzimi është i domosdoshëm. Prej mësimdhënësit për kraja pedagogjike
edhe prej prindit natyrisht me pa pak a shumë, me pas një pak kontrolle për çka po përdore. Kjo është domosdoshmëri. Mirë. Ndryshe, dhënia e lirisë së pakushtëzuar Krijon. është e dëmshme. Zoti Agon Ahmeti, faleminderit shumë për këtë diskutim, për një temë jashtëzakonisht e rëndësishme. Muhamet u kënaqa, unë iva shumë i lërshëm, ashta pak. Mendoj që ma mirë se sa zakonshëm. Kështu duhet të jetë një diskutim edhe për me përçuar një mesazh. Faleminderit shumë. Shkëndëruar ishëm me zotin Agon Ahmeti, drejtor ekzekutiv i organizatës ETEA. Diskutuam për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, ajo që na prek shumë në shoqërinë tonë në përgjithësi. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.